Gjykata e posaçme ka caktuar 2 masa sigurie për zvendës kryeministren Belinda Balluku, atë të pezullimit të ushtrimit të detyrës dhe funksionit, si dhe ndalimit daljes jashtë vendit. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Erion Çela me kërkesë të prokurorit Dritan Prençi. Po ashtu mësohet se është caktuar arrest shtëpie për Gentian Gjylin, kreu në ARSH, dhe Eralde Lezin, aktualisht drejtori Kesh. Belinda Ballukut ju komunikua akuza në 31 tetor nga ana e SPAK. Ajo u more pandehur për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras, ku mendohet se ka ndërhyrë për të përcaktuar fituesin. Por krahas kësaj çështje Balluku mësohet se akuzohet dhe për lotin 4 të Unazës së Madhe. Emri Balluku doli gjatë hetimeve të kryera ndaj zyrtarëve të ARSH, të cilët po ashtu janë vendosur nën akuzë. Në dosje përmenden bisedat mes anëtarëve të KVO-s me qëllim ndryshimin e kritereve të tenderit në kundërshtim me parashikimet ligjore. SPAK argumenton se Belinda Balluku ka anashkaluar delegimin formal të kompetencave dhe ka vepruar si titullare reali i autoritetit kontraktor. Prokuroria konkludon se anëtarët e KVO-s në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe në udhëzimet e ministres kanë shkelur ligjin. Tuneli Llogaras, që lidh Vlorën me fshatrat turistik të jugut, është një prej projekteve më të mëdha dhe të kushtueshme të infrastrukturës në 5 vitet e fundit.